Ata kishin fjetur pas supermarketit për net të tëra, të mështill me batanie të holla dhe duke shpresuar që askush të mos I vërente. Nëna bënte roje ndërsa fëmijët e saj përpiqeshin të pushonin. Mendja e saj plot me shqetësime për atë që mund të sillte e nesërmja. Kur makina e patrullës u afrua, me dritat e saj që prene rësirën, zemra e saj u fundos menjëherë. Ajo u përgatit duke pritur të lashë që nuk mund t'i përballonte. Oficerët zbritën ngadalë. Hapet e tyre kërcisnin mbi zhavor, ndërsa ju afruan cepit të vogël të familjes. Nëna shtrëngoi krahët rreth fëmijëve të saj, e bindur se ky moment do ta bënte gjithçka edhe më të vështirë se sa ishte. Shannon Loveless dhe familja e saj kishin fjetur në furgonin e tyre pas Walmarit për 4 muaj të gjatë. Në atë pikë, nëna e 3 fëmijëve gati sa nuk kishte humbur të gjithë shpresën. Kështu që, kur pa 2 policë që ecnin drejt saj, ajo menjëherë friksoi për më të keqen. Loveless vjen nga Sacramento, Kaliforni, dhe është nëna e 2 djemve dhe një vajze të vogël. Si shumica e prindërve, ajo ndoshta bëri më të mirën që mundi për fëmijët e saj. Megjithatë, në 2017, familja ra në kohë të vështira, si pasojë e rrethanave të tyre, Loveless humbi shtëpinë e saj. Pa opsione të tjera të disponueshme, nëna zhvendosi fëmijët e saj të dashur në furgonin e tyre dhe për muajt në vijim, automjeti shërbeu si shtëpi për familjen. Nga intervista që ajo dha më vonë për CBS 13, dukej se situata në të cilën ishte gjendur e kishte thyer Lovelessin. Ajo dukej dëshpëruar për të jetuar në rrugë me fëmijët e saj dhe çfarë është më keq, ajo nuk shikonte një rrugdalje. Nuk kishte dritë në fund të tunelit, tha ajo. Fatkeqësisht, Loveless dhe familja e saj nuk ishin vetëm në këtë gjendje të tmerrshme. Sipas statistikave të marra nga qyteti Sacramentos në 2017, rreth 3500 persona përjetojnë mungesë strehimi në qytet në çdo natë të caktuar. Dhe më shumë se 500 prej tyre janë persona dhe familje si Loveless dhe fëmijët e saj. Megjithatë, sipas John Burke, drejtoreshës së avokimit në shkollën Loaves and Fishes për fëmijët e pastret të qytetit, numri I fëmijëve në rrugët e Sacramentos mund të jetë shumë më I lartë se sa sugjerojnë vlerësimet. Në 2016, ajo I tha Sacramento Bee se beson se shumë familje fshehin mungesën e strehimit të tyre për shkak të frikës se autoritetet do t'u marrin fëmijët. Të jetosh në një furgon me 3 fëmijë do të thoshte që çdo ditë ishte një luftë. Hapësira e ngushtë ofronte pak privatësi dhe shqetësimi vazhdueshëm për sigurinë e tyre e mbante Lovelessin zgjuar shumicën e netëve. Ajo do të shikonte fëmijët e saj duke fjetur, trupat e tyre të vegjël të përkulur në shtretër improvizues dhe pyeste veten se sa gjatë mund të vazhdonin kështu. Realiteti ashpër I situatës së tyre peshoi rënd mbi shpatullat e saj, por ajo refuzoi të dorëzohej në gjetjen e një jete më të mirë për fëmijët e saj. Ndryshimet sezonale I bën rrethanat e tyre edhe më të vështira. Gjatë verave të nxehta të Sacramentos, furgoni bëhej I padurueshëm I ngrohtë, dhe në dimër ata mblidheshin së bashku për ngrohtësi me çfarëdo batanie të gjenin. Loveless bëri më të mirën për të mbajtur një farë normaliteti për fëmijët e saj, duke u siguruar që të qëndronin të pastër, duke u përpjekur të mbante shpirtrat e tyre lart dhe duke bërë çfarëdo që mundte për t'i mbrojtur nga realitetet e ashpra të situatës së tyre si të pastre. Kështu, pas kënd ku të drejtohej, Loveless mbështetej te bankat ushqimore për të ushqyer fëmijët e saj. Ajo do të gatuante vakte në një sobë të vjetër kampiku dhe do të shërbente jashtë fëmijëve të saj. Dhe pikërisht këtë po bënte Loveless një ditë në dhjetorin e 2016-s, kur pati një ndryshim fatprurës. Në atë pasdite, 2 zëvendës sherif nga qarku I Sacramentos po patrullonin një vendbanim të pastre, jo larg furgonit të Lovelessit. Gjatë raundeve të tyre, 2 burrat, John Lee dhe Tim Yee, vunë re familjen duke gatuar jashtë automjetit të tyre, duke kujtuar momentin kur pa Lovelessin dhe fëmijët e saj, Lee tha për CBS 13. Më ngjiti pak në fyt duke I parë fëmijët të ndotur dhe të uritur, më preku. Dhe pa hezitim 2 policët e dinin se duhet të ndihmonin.
Kur Loveless pa oficerët e zbatimit të ligjit duke ecur drejt saj, megjithatë, zemra e saj u fundos. Ishte një lloj shoku sepse nuk e dija nëse do të kishim të lasha apo çfarë, pranoi ajo. Por nëna e 3 fëmijëve nuk kishte nevojë të shqetësohej. Yi dhe Lee i dhurojnë familjes disa qese ushqimesh. Ata gjithashtu dhuruan fëmijëve të Lovelessit disa lodra për t'i gëzuar. Pa dyshim, gjesti i mirë i zëvendësve u prit shumë grotësisht nga familja. Për Lovelessin, takimi e njoh me një aspekt më të butë dhe më të kujdesshëm të zbatimit të ligjit. Ne shohim vetëm anën negative të oficerëve të policisë tha ajo, kështu që të shohësh këtë anë të tyre është vërtet e mrekullueshme. Dhe zëvendësit ishin të gëzuar që kishin arritur të shpërndanin disa stereotipe. Ka një anë më të butë tonën që ata nuk e njohin. Ata shohin dritat e kuqe dhe blu që ndezin. Na shohin keq, ne jemi aty për t'i ndihmuar ata në situatat e tyre, shpjegoi Yi. Për më tepër, Yi dhe Lee ishin më shumë se të lumtur për të parë efektin pozitiv që kishte vepra e tyre e mirë te Loveless dhe fëmijët e saj. Ishte një plotësim në zemrën time dhe të partnerit tim. E dini, ne bëm diçka të mirë për familjen, tha Lee. Do ta quaj atë ditë një mrekulli. Për te kësaj, ata nuk janë policët e vetëm në zonë që shkojnë përtej detyrës për të ndihmuar komunitetin e pastre. Në fakt, Departamenti i Policisë së Sacramento s'ka një njësi të tërë të dedikuar për të bërë pjesën e tij për të ndihmuar ata në rrugë. Ekipi i arritjes së të pastreve i departamentit është përgjegjës për gjetjen e zgjidhjeve për problemet e shumta që përballen personat e pastre. Në këtë, ata ofrojnë ndihmë ushqimore, trajtim për varësi nga droga dhe alkooli dhe strehim afatgjat. Veprimet e Yi dhe Lee shënuan fillimin e një ndryshimi në fatin e Loveless dhe fëmijëve të saj. Pikërisht atë ditë, dy zëvendësit arritën të siguronin për familjen një dhomë në një motel. Papritur, ardhmja filloi të dukej më e ndritshme për Loveless dhe fëmijët e saj. Falgjestit vet flijues të Yi dhe Lee, familja do të kishte një çatim mbi kokë, derisa shërbimet sociale të gjenin një strehim më të përhershëm për ta. Dhe për këtë, Loveless ishte veçanërisht mirënjohëse. Duke mbërritur në motel, ajo vuri re të gjitha gjërat që I kishin munguar gjatë atyre muajve të vështirë në furgonin e saj. Vetëm që fëmijët të kenë një vend të ngrohtë për të fjetur dhe për të parë karikatura, e dini gjërat që bëjnë fëmijët, ju I merrni si ti mërqëna, tha Loveless ndërsa luftonte lotët. Tani, jo vetëm që Loveless kishte diku të sigurt dhe të ngrohtë për të jetuar, por ajo kishte edhe diçka shumë më të rëndësishme, shpresë. Është një pikë kthese totale, tha ajo. Motivimi është aty, morali është aty. Jam gati, le të bëjmë këtë vit si duhet. Historia e Shannon Loveless dhe familjes së saj është një shembull prekës I vështirësive me të cilat përballen shumë familje të pastreja, por njëkohësisht një dëshmi e fuqishme për fuqinë e mirësisë njerëzore. Fal ndërhyrjes së papritur dhe zemërgjërësisë të dy zëvendësshërifëve, John Lee dhe Tim Yi, jeta e kësaj nëne dhe fëmijëve të saj mori një kthes të madhe pozitive. Nga netët e ftohta në furgon, ata kaluan në një dhomë moteli të ngrohtë dhe më e rëndësishmja, rifituan shpresën për një të ardhme më të mirë. Kjo ngjarje na kujton se, edhe në momentet më të errta, një akt I vetëm mirësie mund të ndryshojë gjithçka. Në këtë botë ku shpesh dëgjojmë vetëm lajme negative për forcat e rendit apo për problemet sociale, histori si kjo na rikujtojnë se mirësia ekziston kudo, te njerëzit e thjeshtë, te policët që shkojnë përtej detyrës, te komuniteti që ndihmon. Le të frymëzohemi nga kjo për të qenë më të ndjeshëm ndaj atyre që vuajnë rreth nesh. Nëse mundemi, le të shtrijmë një dorë ndihme, një fjalë inkurajuese, një donacion apo thjesht një buzëqeshje. Bota bëhet më e mirë kur ne zgjedhim të jemi pjesë e zgjidhjes. Kujdesuni për njëri tjetrin dhe mbani shpresën gjallë, sepse mrekullitë e vërteta fillojnë me zemra të hapura. Jemi kurioz të di mendimet tuaja për këtë histori, prandaj mos hezitoni të ndani ato në seksionin e komenteve më poshtë. Mos harroni të abonojeni në kanalin ton për më shumë përmbajtje të ngjashme dhe shpërndajeni këtë video.